Të nderuar teleshikues Televizion Shqiptar të Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin Roli institucioneve fetare shqiptare në emigracion. Sot të ftuar kam doktor Niko Bulkën, është vice president i bordit të kishës së Shënthomajt këtu në Michigan. Mirë se ke ardhur, doktor. Mirë se ju gjeta, dhe faleminderit për ftesën. Ju kam ftuar pasi juve paralel, juve keni bërë një gjë ndryshe, keni dalë në pension nga puna, por nga kisha nuk keni dalë në pension se vazhdoni të jepni kontribut pasi keni qenë vazhdimisht një besimtar, por edhe një aktivist, por edhe udhëheqës në shumë vite në kishën e Shënthomajit. Po para se të flasim për kishën e Shënthomajit, një pyetje për rolin dhe kontributin që kanë institucionet fetare shqiptare në emigracion. Ka një rol të veçantë dhe me vlerë. Vetëm po të përmendim veprimtarët dhe nismëtarët e aktivitetit fetar të komunitetit shqiptar, qysh 90 vjetë më parë, ata që i dhanë, si të thuash, zjarë dhe që i dhanë për kraje, edhe ata që i dhanë një entuziazm komunitetit shqiptar për të mbajtur identitetin, për të mbajtur besimin, për të qenë të bashkuar. Mjafton të përmendin dy nga figurat kryesore të klerikëve shqiptar të cilët shërbyen në komunitetin shqiptar në Amerikë. Njeri është Imzot Fanoli dhe tjetëri është Baba Rexhepi. Në qoftë se do të referohemi këtyre dy figurave aq më shumë kur për një kohë të caktuar në Shqipëri humbi besimi dhe mësimet e fesë. Këta ishin dy eksponentët të cilët mbajtën gjallë traditën, kulturën, adetarizmin dhe punuan për çështjen kombëtare. Kështu që në vazhdimësi të aktivitetit të tyre, kisha shqiptare gjithnjëherë nuk e humbi këtë rol, sepse mendimi tim është neve patëm disa figura të fuqishme këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët bëjnë komunitetin kohë të ketë një farë integriteti dhe të ketë një farë vazhdimësie. Fanoli dhe Baba Rexhepi nuk ishin vetëm klerik, ata ishin filozofë, ata ishin njerëz me kulturë të jashtëzakonshme, të cilët rezatuan tek shqiptarët e Amerikës një, si të thuash, unitet dhe një krenari për të qenit shqiptar. Doktor Niko, kur është krijuar kisha e Shënthomajit, historinë e saj? Historia e saj është gati 95 vjeçare. Komuniteti i ershëm këtu më shumë bazoheshe në aktivitetet cilat bëheshin në kisha greke ose në kisha tjera ortodokse. Neve nuk patëm një qendër të trashëguar përpara këtyre viteve, 95 vjet më parë. Problemi erdhi deri aty sa pati edhe ngurime nga ana e kishave të tjera për bërjen e shërbesave fetare ose të aktiviteteve që i përkisnin vetëm komunitetit shqiptar. Kështu që u pa e arsyeshme që nga komuniteti shqiptar i Michiganit dhe i Detroitit të mendoj për një kishë e cila do të shërbente veçanërisht nevojave
dhe kërkesave të këtij komuniteti. Historikisht mbahet mend që kisha e parë si aktivitet është kryer në një nga shtëpitë e shqiptarëve, kjo ishte familja Kamenica, e cila hapi dyert e saj për të filluar shërbesat fetare në emër të komunitetit ortodoks shqiptar këtu në Amerikë. Më vonë, me rritjen e buxhetit dhe aftësive monetare, filluan të merren ambiente me qira dhe aktiviteti beheshe kryesisht ditët e dielave ose ditët e shënuara gjatë vitit, gjithnjë përsëri në ambiente me qira. Më vonë, kur komuniteti filloi të forcohej, u shtua, u fuqizua dhe nga ana monetare, u mendua se komuniteti këtu mund të ndërtonte një kishë të sajën, dhe një nga besimtarët e saj të hershëm, që vjen nga familja Max, ai ishte edhe një developer edhe një real estater e njohur në Michigan, ai dhurovi tokën e sotme, ku është ngritur kisha e Shën Thomait, dhe në bazë të fundraising edhe në bazë të gjitha kontributeve të shqiptarëve të këtushëm, u ngrit edhe kisha e Shën Thomait në këtë tokë të falur nga familja Marx. Plus që mos harrojmë dhe ai që e ndërtoi dhe udhëhoqi ndërtimet e kishës, është një shqiptar me shumë kontribute në Michigan, është Viktor Çako, një inxhinier konstruksioni, i cili dha ndihmesën e tij me kompaninë e tij për ngritjen e kishës. Me këto dy dhurata dhe me këto dy, si thua, bazamente, ju bashkua një komunitet jo i vogël, i krishterë ortodoks, me preardhje kryesisht nga emigrantët të ardhur para luftës së dytë botërore. Ata tashmë kishin dhe gjeneratën e dytë të fëmijëve të tyre të lindur këtu. Kështu që për një kohë ajo erdhi tamam në kohën e dur për të mbajtur dhe për të grumbulluar komunitetin shqiptar ortodoks në Michigan. Cili është rrugtimi i kishës së Shën Thomait në kujtesën tuaj për 30 vjet që keni shërbyer aty? Tashi, kujtimet janë të hershme, janë edhe të pashlyeshme. Janë edhe me një farë emocioni të veçantë kur mendojnë që vjen në një vend të ri, shikon një komunitet i cili sigurisht nga pikpamja kulturale, nga pikpamja monetare, është ndryshe nga ju që vini në emigracion, dhe ju përballeni me ato dilemat e para, edhe me vështirësi e para të fillimit të një jete të re, por në kishën mundëm të inkuadrohemi dhe mundëm të kalonim në atë transition i cili në bëri neve përsëri të ndjehemi si në familjen tonë. Sigurisht që në fillim ndoqën normat dhe kërkesat e komunitetit dhe të rregullat e kishës për t'ju përshtatur sa më shumë këtij ambienti. Neve bëm të pamundurën për të mësuar edhe për t'ju treguar dhe shqiptarëve të tjerë që ishin të paangazhuar, shqiptarëve të tjerë të rinj, dhe arritëm që të krijojmë së bashku një komunitet që i përkiste të rinjve dhe të vjetërve të ardhur në këtë vend.
të sapo ardhur. Besimtarët ortodoks kanë pasur fatin në Michigan se kanë pasur kishën e tyre, por jo kaq me fat kanë qenë për priftërinë, pasi për shumë kohë kanë qenë priftërinë me komsi tjetër, por ajo që ka qenë e met ka qenë se nuk flisin dot shqip. Këtu është një gjë për të sqaruar. Në fakt, atë Nikon, i cili i përket një familje të vjetër shqiptare, babështare, ishte i njohur në komunitetin ton ortodoks këtu. Dhe përderisa detyra e kërkoi atë që të shërbente si kryepeshkop në Boston, mendoj që prania e tij ka luajtur një rol shumë të madh për mbajtjen bashkë të komunitetit shqiptar të vjetër. Ishin familje me tradita, ishin familje që kishin tradita edhe me klerikë në familjen e tyre. Kësaj familje i përkiste atë Leonili, i përkiste edhe atë Nikoni, i cili shërbente këtu. Koha e kërkoi që ai të shkonte si kryepeshkop dhe shërbevi në të njëjtin pozicion që vite më parë kishte shërbyer atë Imzot Noli. Problemi erdhi mbas ikjes së atë Nikonit, që ne do na duheshin prift të rinj, të cilët t'i përshtateshin kërkesave të komunitetit tonë. Ne punësuam 2 priftërinj të cilit nuk ishin me origjinë shqiptare, po që munduan dhe ata të realizonin mundësitë, detyrat dhe atë çfarë i takonte komunitetit tonë. Po përsëri ndiheshe nevoja e një prifti i cili të fliste shqip, ta njihte mirë kulturën shqiptare, ta njihte mirë karakterin shqiptar, të njihte mirë zakonet, dhe u mendua që të përpiqeshim të sillnim në kishën tonë një prift i cili mundësi të edukoheshe këtu me tamam në kolegjet amerikane, dhe kjo u mundësua nëpërmjet qendrës, nëpërmjet Bostonit, duke përgatitur një prift të ri që ne sot e kemi, që është tamam proficient, i themi neve Amerikanë, që është i aftë të deliver edhe të japë për komunitetin ndihmesën e tij dhe eksperiencën e tij dhe atë detyrë që ka, qoftë në gjuhën shqiptare, qoftë në gjuhën angleze. Besoj se ky do të jetë një kontribut i ri për komunitetin tonë. Është fillimi dhe sigurisht ne po marrim të gjitha masat që ai të gjejë këtu një ambient, por edhe komuniteti ekzistues të gjejë atë që ka kërkuar prekosh, një prift i cili të ketë mundësi të komunikojë në shqip, qoftë për besimtarë të cilët duan ta dëgjojnë fjalën në shqip, qoftë për besimtarë që duan ta dëgjojnë bisedën edhe predikimin në anglisht. Doktor Bulka, cili është mendimi juaj për predikimin në gjuhën angleze apo në gjuhën shqipe? Kjo është një pyetje drejt, këtë desha edhe unë të shtonja. Ky problem lindi jo vetëm me neve, si problem, si të thuash një çështje që duhet zgjidhur. Ky lindi dhe me gjeneratën e parë të emigrantëve që erdhën këtu para luftës dhe që filluan të formojnë familjet e tyre në Michigan, ku përparësi mbetej folja, dhenja e predikimit në shqip apo në anglisht. Në qoftë se një fëmijë
kalon të moshën, arrin të moshën e teenager, ose fillon të inklinohet më shumë në drejtim të folurit anglisht, të kulturës amerikane këtu. Sigurisht që do të preferonte të dëgjonte këto ligjërata në anglisht. Prindrit e tyre ishin të kënaqur me predikimin në Shqip. Mirë po kjo solli një kontradikt, i cilën duheshe të zgjidhur në mënyrë sa më kuptim plote. Sepse, po të dëgjonte ai fëmijë i ri një ligjërat në anglisht, kjo në Shqip, do ta abandonte kishën sepse do të sillte atë që unë nuk kuptoj gjë nga ky predikim, nuk po më jep mua diçka që unë e ndjej dhe që duhet të edukohem. Kështu që në atë kohë u mendua që një pjesë e tyre, ato më kryesore, të bëheshin në Shqip përsëri. Disa nga predikimet që ishin më popullore, po përsëri mori më shumë prevalencë predikimi në anglisht. Kështu që edhe arriti deri në atë moment sa ne filluam ta humbnim predikimin në Shqip. Sepse e njëjti fenomen mund të ndodhë edhe sot. Gjeneratat, ne kemi 3 gjenerata këtu tash. Jemi ne, janë fëmijët tanë, janë dhe fëmijët e fëmijëve tanë. Sigurisht një pjesë tona do kërkojë, jam i sigurt, që duan të dëgjojnë një predikim në Shqip. Ja u pëlqen veshi. Plus, edhe përfiton nga një predikim në Shqip, kur ti kupton komplet atë që do të jap prifti. Tërë puna do jetë përsëri, jemi në dilemë me gjeneratën e re, e cila është më fluent, edhe është më e kënaqur të dëgjoj një predikim ndoshta në anglisht. Kështu që ne kemi vendosur që 6 mujorin e parë të mundohemi t'i bëjmë sa të mundemi edhe në Shqip, edhe në anglisht. Në fund të 6 mujorit të parë kemi propozuar që me një pyetësor të pyesim, të bëjmë një studim që të marrim edhe mendimin e masës. Çfarë rrugë do të ndjekim për të dëgjuar dhe për të shërbyer në mënyrë që të dy pjesët e gjeneratave të jenë të kënaqura. Dhe hapi i parë që po bëjmë është në datën 22 mars, që është dhe dita e trashëgimisë, është dita kur Fanoli ka mbajtur vite më parë të parën meshë ortodokse në gjuhën shqipe, do ta dedikojmë që të jetë gati 90% edhe në predikuar në gjuhën shqipe për të nderuar edhe këtë datë të Fanolit, një datë historike, por edhe për të ngjallur, si të thuash, traditën edhe atë entuziazmin e asaj që ne kemi këtë mundësi dhe me priftin e ri dhe si ta bëjmë atë sa më të përshtatshme për grup moshat e ndryshme që po na vinë në kishë. Kohët e fundit është krijuar bordi i ri që ju jeni vice president. Si do të punoj bordi për të afruar gjeneratat e reja? Është vërtet pyetje me vend. Kjo fillon në radhë të parë me insistimin edhe me kujdesim që patëm ne për të sjellë një prift shqiptar, të lindur në Shqipëri, që i di zakonet, plus i edukuar me kulturën krishtere, qoftë këtu në Amerikë, qoftë
në Shqipëri, kjo ishte e para, sepse do të mendonin, sepse një prift shqipfolës sigurisht do të ishte më atraktiv për të gjithë të krishterët ortodoks këtu në Michigan. E dyta është në bazë të asaj që ne e pamë të arsyeshme dhe të domosdoshme ishte rifreskimi i bordit me antarë të rinj. Plus, jo vetëm si numër, por bord i ri me antarë të rinj, të cilët mundësisht të mbajnë dhe pozitat kryesore të drejtimit të kishës. Ne, antarët e vjetër, ram në një farë, si të thuash, konsensusi që t'i japim ndihmesën tonë me eksperiencën që kemi. Por, kohët edhe dëshirojnë dhe kërkojnë njerëz të tjerë të cilët janë të përgatitur me konceptet amerikane të kohës, me mënyrën e drejtimit, me mënyrën e kryerjes së punëve nëpërmjet metodave të reja të informacionit dhe të lidhjes, dhe mendoj që kjo bëri afrimin e një pjese të mirë të gjeneratave të reja që tashmë janë shkolluar këtu, kanë zënë pozicione pune, nga ana materiale janë diçka më mirë se sa neve kur erdhëm, dhe që po i shikojmë që janë shumë të interesuar kjo gjenerat të sjell tani edhe fëmijët e tyre. Kjo duk shumë qartë edhe në interesin që pati të ardhurit, të riardhurit, për insistimin për hapjen e shkollës së dielës, e cila javën e parë u hap me ceremoni. Disa nga prindrit e këtyre fëmijëve morën përsipër në drejtimin e priftëreshës Livia, që të jenë mësuesit e këtyre klasave me një schedule të caktuar, kështu që çdo të dielë aty do të ketë mësim të Biblës, do të ketë mësim të historive të Krishtit, që sigurisht janë të nevojshme si mësimet e para fetare për të krijuar ato ndjenja edhe ato cilësi që kërkon feja. Aplikimin e gjuhës shqipe në institucionet fetare në përgjithësi, jo vetëm në kishën tuaj, a ka një rol të rëndësishëm gjuha edhe për mbrojtjen e traditave, e të rezistencës, asimilimit të kombit shqiptar, të njohjes me njëri tjetrin, se nëse vjen problemi se do të shkojmë në një kishë ortodokse, ashtu se që ka ndodhur që kanë shkuar për kishat greke besimtarët, pra miqtë tanë tuajt e të miq, mund të shkojnë përsëri atje. Pra, a lot një rol të rëndësishëm gjuha edhe prifti shqiptar? Patjetër. Ne e shikojmë rezultatet e këtyre përparësive. Sepse ndoshta mund të ketë një farë ndarje skizme, një farë pakënaqësie me antarë të vjetër të kishës, të cilë neve kur nuk e kërkuam dhe kur nuk e menduam, mirë po duke parë entuziazmin e të rinjve, të familjeve të reja, të cilat janë të interesuara të vinë në kishë, të sjellin fëmijët e tyre të vegjël në kishë. Duke parë këtë, gjithnjë u munduam që të shikonim unifikimin e interesave të dy grupeve. Dhe neve, megjithse humbëm disa nga antarët e vjetër të kishës, për arsye që nuk u kanë të bëjnë me ndonjë gjë konstitucionale të kishës. Janë gjëra të cilat edhe mund të kalonin, edhe mund të
mundet ishin eliminuar, ne përsëri i kemi derën e hapur për komunitetin e vjetër, për komunitetin e ri, po duhet gjithnjë të ketë në mendje që ti do vish në këtë institucion si kishë për të nderuar besimin tënd dhe nuk duhet ta konsiderosh kishën si pjesë të një grupi ose të grupi tjetër. Ne duhet të kemi në mendje që ne kemi institucionin tonë, është një institucion që na jep ngritje shpirtërore, na jep edukim shpirtëror dhe nuk duhet të bazohemi në disa kontradikta të vogla të cilat ndodhin midis një grupi ose grupi tjetër. Ne duhet të shikojmë gjithnjë unifikimin, po mos pati unifikim, nuk u ka me përparim. Dhe duke parë elementet të rinj që po vinë në kishë, ne mendojmë që vetëm kjo do të sjellë lullëzimin e vazhdimin e kësaj kishe. Doktor Bulka, ju keni shumë vite në kishën, pra që kur keni ardhur, keni qenë shumë aktiv, keni marrë pjesë jo vetëm në mesh, por keni qenë dhe drejtues në kor, keni qenë gjithashtu, keni ndihmuar priftin vazhdimisht, bile disa herë edhe kur s'ka qenë prifti, keni kryer ato rritet, ato më të lakonshme që janë. Sa është popullsia ortodokse shqiptaro-amerikane këtu aktualisht dhe çfarë kapaciteti ka aktualisht kisha? A mendojnë ndonjëherë që kjo kishë mund të zgjerohet dhe zmadhohet? Ka disa probleme që mund të justifikojnë për një aktivitet akoma më të zgjeruar që duhet të ishte. Ndoshta është dhe pozicioni i kishës, sepse një kishë e vendosur në qendër të zonës metropolitane do të ishte shumë më fitimprurse, edhe shumë më me sukses. Mungesa e një prifti i cili është fluent në Shqip ka ndikuar gjithashtu. Ne kemi pasur raste që kemi pasur prift që nuk flasin Shqip, që janë paguar me gjysmë rroge, që janë paguar vetëm me ardhje ditore, dhe që përsëri nuk flisnin Shqip, ishin Maqedonas, ose ishin në një dy raste nga Serbia, nga Rumania. Kështu që kjo, si të thuash, nuk u ka ndihmuar në konsolidimin dhe në ecjen përpara dhe në shtimin e komunitetit. Mendojmë që me një prift i cili flet Shqip, me një bord i cili mendon në mënyrë më të re, me një bord që është me mendje më të hapur, me një bord i cili e njeh jetën aktuale amerikane më mirë se ne, që kërkon vetëm përparimin dhe unifikimin dhe më të mirën e asaj që kemi trashëguar. Besoj se mundet ta kalojmë dhe shifrat e tregojnë këtë. Ju uroj suksese, doktor Bulka, po juve si një personalitet dhe me autoritet në komunitetin ortodoks, po jo vetëm edhe në komunitetin shqiptar këtu në Amerikë ku jetojmë, cili do të jetë mesazhi juaj për familjet, për individet ortodoks të cilët të afrohen te kisha, të ndihmojnë me pjesëmarrjen e tyre, po pse jo dhe ekonomikisht kishën. Dhe me mendime intelektuale, jo vetëm ekonomike. Do dalloj dy gjëra për rëndësinë e kësaj. Në rast të parë, të mos humbim trashëgimin. Gjithnjë një trashëgimi e ardhur, e krijuar, të mbështetet për të ecur më lart. E dyta është që ne nuk do të them ne si shqiptar, por njeriu në përgjithësi dhe kryesisht emigrantët, të ndeshur fillimisht me ardhjen në Amerikë, me fillimin e një jete të re. Më mirë
se sa një mbështetje shpirtërore në një institucion me vlerë nuk mund të barazohet as me ndonjë lloj mjekimi apo me një lloj ndërhyrje mjekësore. Ana shpirtërore e migrantit ka shumë rëndësi për të kuptuar dhe për të shfrytëzuar mësimin fetar në kuptimin e vërtet të fjalës, jo si histori, po thjesht si marrëdhënie me një krijesë të lartë, me Zotin. Do t'ja rekomandoj të gjithë emigrantëve, kryesisht atyre por sa ardhur, por edhe atyre që tash marrin detyra të reja në punë, si familjar, si prindër, nuk ka, kur dëgjon një prift, i cili me të vërtet bën një ligjërim, ku aty i afrohet situatës tënde shpirtërore, kjo nuk më krahasohet me asnjë ndërhyrje tjetër. Të falenderoj, ndonjë tjetër me komunitetin shqiptar, e veçanërisht me ata ortodoks, për të marrë pjesë në tjenë dhe antar të kishës, çfarë do ju thoshe? Desha të shtonja edhe një gjë tjetër, për sa i përket, ne nuk duhet të mbetemi një komunitet sektar. Pse do thua ti? Të gjithë e dinë marrëdhënien e ngushtë që ka pasur Fanoli me Baba Rexhepin. Të gjithë e dinë se sa marrëdhënie të mira krijoi Fanoli me të gjithë klerikët e feve të ndryshme. Kur unë them që ne do përkujtojmë beshën e parë shqiptare, të mbajtur nga Fanoli, për këtë meshë mund të jenë të interesuar të gjithë llojet fetare të komunitetit shqiptar. Pse? Sepse ata që mbështetën Nolin për të marrë kryesinë e kishës shqiptare dhe për të krijuar një kishë shqiptare në Boston, nuk ishin vetëm ortodoks. Ata kanë qenë edhe besimtarë të tjerë, të cilët me fonde monetare, me dëshirën kombëtare, kërkuan që Noli të kishte sukses. Kështu që për këtë festë që ne kemi, këtë të dielë, unë mendoj që janë të gjithë të ftuar, sepse ka dhe një ndjenjë kombëtare dhe nacionale. Faleminderit, jemi dhe në prag të Pashkëve tani. Kishte diçka për të thënë me këtë rast? Atmosfera e Pashkës ka filluar në Kishë. Ne pjesa më e madhe, sipas mundësive që kemi, jemi në agjerim. Shërbesat bëhen jo vetëm ditë e dielave, bëhen edhe ditë e mërkura, edhe ditë e premteve. Father Eugeni është prezent edhe pret edhe i kryen aktivitetet me seriozitetin e duhur. Për gjithë ata që janë në argjërim edhe që ndjekin, po e bëj të ditur që në datën 11 prill, që është dhe nata e Pashkës, ceremonia e thyrjes së argjërimit do të fillojë në orën 11 dhe mbas asaj ceremonive, bekimit të vezëve, bekimit të shportave, me ushqim që do sjellin besimtarët, do të ulemi në sallën tonë të kishës për të festuar natën dhe ditën e Pashkës, me ato që do sjellim sipas zakoneve dhe traditave shqiptare që gjithnjë sjellin shportat e tyre me ushqim, me verë edhe për të pasur një natë të gëzuar. Doktor, televizioni shqiptar të Amerikës vazhdimisht do të jetë pranë kishës së Shënthomajit, aktiviteteve tuaja, për lajmërime të ndryshme, gjithçka që keni nevojë, e keni derën e hapur. Ne ju falenderojmë. Këtë përkraje ne kemi ndjerë,
sepse tani jemi moshatar të emigrimit me të njëjtën moshë që ka dhe televizioni shqiptar, në Michigan, edhe neve ndjehemi si bashkëudhëtar të progresit dhe të suksesit të këtij televizioni dhe gjithnjë e vlerësojmë për krajin tuaj. Doktor Bulka, ju falenderoj shumë që ishit në këtë bisedë për informacionin sollët. Me shpresë se sigurisht të shikuesit dhe kanë marrë informacionin do të jenë më aktiv për të ardhur, për të bërë members, për të qenë pjesëtar në Meshë, kudo në kishën e Shënthomajt, një kishë e cila mban, ka patur, ka realizuar, ka kryer dhe mban një peshë të madhe të historisë të komunitetit shqiptar-amerikan këtu në Amerikë, e jo vetëm në Detroit, por edhe më gjerë. Shikues nderuar, e falenderoj në emrin tuaj doktor Niko Bulkën, zëvendës presidenti i bordit të kishës të Shënthomajt, dhe ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionet të tjera kushtuar institucioneve fetare dhe rolit të tyre në emigracion. Deri atëherë, mirupafshim.